Dobrodojte во уште едно издание на вашиот пратеник. Денес за политиката, но и за животот. Ке разговараме со пратеничката Диана Тоска. Добродојдовте во Собраниското ТВ студио. Мир се ерде на ТВ канали на Кувендit. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem këtu në këtë studio me ju, edhe pse ne jemi çdo ditë në Kuvend gati se pothuajse çdo ditë. Mirë po kjo është hera parë që ngjendem në këtë studio dhe më vjen shumë mirë. Besoj që do të kalojmë një kohë shumë të mirë. Profesor ste po angliski i literatura, магистрант на дипломатија. Меѓу другото, бевте и директорка на театарот, Албанскиот театар за деца и младини. Сега сте пратеничка, ве гледаме овде во Собраниските клуби. Како, од каде желбата, желбата? Како станавте пратеник? Што ве привлече да се вклучите во политиката? Është e vërtet që shumë kohë më parë, mote, kam punuar në shkollat fillore me ciklin e ullët si arsimtare gjuhës angleze, pa jo ka qenë shumë mote, tepër mote. Njëkohësisht edhe ndërkohë kam vijuar studimet e masterit për administratë publike dhe diplomaci dhe kohë të gjatë kam punuar në administratën shtetërore, mund të them ndoshta 18 vite, në për institucionet të ndryshme, fillimisht si këshilltare në Agjencionin për Administratë, më pas si këshilltare shtetërore në Agjencionin për Investimet huaja. Më tej ju e përmendet edhe ushtrova postin e drejtoreshës të Institucionit Nacional Teatri Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj, dikon 4 vite, gati se 4 vite, dhe që 1 vjet e gjysëm jam deputete e Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut. Kur jemi si u përcaktuat për të bërë deputete ose për të marrë me politik, mund të them se ai përcaktimi im ishte spontan, ndoshta, duke punuar në institucione të ndryshme shtetërore ku nevojiteshte të kemi qasje shumë serioze ndaj politikave publike, se natyrisht në për institucione shtetërore realizohen ato politika publike. Më pas mora ofertën që të jem kandidate për deputete dhe u zgjodha në zonën 2, mirë po me politik nuk është një gjë e rastishme. Pjesëmarrja ime në politik ka shkuar shkallë, jo me një herë lartë, mirë po ngadal, duke qenë edhe antare e një partie politike, konkretisht të Bashkimit Demokratik për Integrim, duke qenë në disa pozicione politike në degën e qajirit, ngadal u bë edhe si të them, jo nominimi im për të qenë deputete në Kuvend dhe ja ku jam. Родена сте во Скопје и спомнавте дека имате низ годините вршено разни професии, разни работи. И сето тоа бара некои особини, бара карактер, бара човечност. И што највише влијаеше да ги стекнете овие особини кои денес ги имате? Дали тоа беше семејството ваше? Дали училиштето? Дали... Unë jam e lindur në Shkup, në një familje shumë të madhe, e cila ka prejardhjen nga Kosova, konkretisht nga Gjakova. Mirë po, çdo herë kam jetuar në Shkup dhe çdo herë kam jetuar e lindur, e rritur dhe akoma jetoj në një lagje në Çajër, ku bashkëjetesa, mirëkuptimi, vlerat familjare, gjithmonë kanë qenë ato vlerat të cilat na kanë përcjellur gjatë tërë jetës. Natyrisht se këto i kemi trashëguar edhe nga prindërit tanë, nga familjet tona, me krenari mund të them që edhe kam ndonjë gjen ose ndonjë damar edhe nga paraardhësit e mi, duke nisur nga gjyshi im, i cili
në kohën e viteve 40 ka qenë prefekti Ferizajit, po ashtu ka qenë delegati i Lidhjes dytë Prizrenit dhe një kohë të shkurtër ka qenë edhe asamblejist i Kuvendit të Shqipërisë në vitet e 43, në Kuvendin e Lefnosit të Dëbot. Mund të them se ndoshta këto gjene kanë ndikuar pak që të marrë më me dëshirë atë si të them, kahjen në politik, çdo herë duke e vënë në rend të parë mirëqenjen e qytetarëve, natyrisht se sundimin e ligjit edhe të jem, dëshira ime e madhe ka qenë që të jem zë i fuqishëm i qytetarëve, të cilët përmes kuvendit do të mundesha të dëgjohej zëri i tyre, të bëj të dëgjohej zëri i tyre, natyrisht se për gratë një lloj, për të rinjt një lloj, në fusha të ndryshme si arsim, si kulturë, dhe gjitha këto kanë bërë që unë të dua të jem në politikë. Da li ovje iskustva, životni i rabotni iskustva, do сега što imate steknato, vi pomagaат pri вашата работа ovdje во Собранието како пратеничка? Natyrisht se po. Natyrisht se më ndihmojnë, për shembull, çështjet administrative ose ligjet të cilat kanë të bëjnë për çështje administrative për njërin ose tjetrin institucion, natyrisht se kam njohuri në lidhje me ato. E tani unë kam mandatin e parë këtu, ndoshta do të më duhet akoma kohë që të jem komplet e përfshirë në punën e kuvendit, mirë po mendoj se po ja dalë dhe do ja dalim. Sidomos kur janë çështjet për shembull për arsim, për kulturë ose për përfshirjen e grave, barazinë gjinore, këto gjëra më shkojnë pak më tepër dhe fatmirësisht jam në për ato komisione dhe të cilat kanë të bëjnë me këto elemente. Besoj që çdo përvojë e mëparshme mund të jetë një kontribues, do të thënë mund të kontribuojnë mjaft në punën tonë këtu në kuvend. Член сте на неколку собраниски комисии. Што најповеќе дебатирате? Зашто се залагате повеќе при вашата работа? E vërtet është që jam antare në shumë komisione, në disa këshille, në disa delegacione, po ashtu edhe në grupe parlamentare. Kryesisht në të gjitha këshillet mundohem të fokusohem në temën aktuale, por ajo që mua më së tepër më intereson, do të thënë, është sundimi i ligjit natyrisht, më pas nevojat e qytetarëve, kërkesat dhe mirëqenia e qytetarëve dhe varësisht prej temës ose prej momentit, ajo që unë dua të lë një shenjë mjaft ashtu të theksuar është në arritjet rinore, si në arsim, si në kulturë, do me thonë në çështje të cilat i prekin rinin, dhe pse jo edhe gratë, edhe sepse jam edhe në komisionin për barazi gjinore, sidomos aty vëtheks të veçantë kështu në atë barazin gjinore, ku më së shumti më ka lënë për shtypje, do me thonë, barazia dhe mirëqenja e grave nga vendet rurale dhe sidomos ato gratë vetushqyese. Kur e kemi tematikën për ato momente, për ato gra, do me thonë, aty mendoj që jam pak më zëshme. Петок е определен како ден
za sredbi со граѓаните. Но верувам дека со граѓаните се среќавате и преку неделата. И што најповеќе бараат од вас како пратени граѓаните? Dua të theksojmë patjetër se fatkeqësisht kam bërë kërkesë në kuadër të përmes koordinatorit ton në deri te kabineti i kryetarit të kuvendit për sigurimin e një zyre të deputetëve në zonën 2, aty ku edhe përkas kemi pasur një përgjigje jo fort të këndshme në aspektin se duhet të ndaj zyren me ndonjë parti politike tjetër, gjë që natyrisht se nuk më konvenon as mua, po dhe as antarëve ose deputetit të asaj partie tjetër besoj. Mandej kemi kërkuar që të gjenjë një zgjidhje, sepse po që se komuna nuk siguron një zyrë, atëherë hapi dytë është të kërkohet një zyrë nga institucionet tjera qeveritare, akoma nuk kemi përgjigje, mirë po para 2 ditëve unë përsëri bëra kërkesë që sërisht të kërkohet në komunën ose të Çajirit ose të Butelit, dhe prandaj nuk kam arritur që të mbaj takim me qytetarët në objektet komunale. Mirë po, takime me qytetarët unë kam vazhdimisht. Në kuvend, në partin time am, në zyrat e partis time am, po edhe në objektet të tjera, shumë prej tyre janë edhe takime spontane të cilat ose unë i inicoj vetë me një grup qytetarës shembull, ose ata bëjnë kërkesë tek unë, nuk hezitoj as pak që të takohem me të, takohem rregullisht dhe bisedat tona janë mjaft konstruktive. Ajo që ata i intereson është shembull problemet e tyre të përditshme me të cilat ballafaqohem, shembull problemet e tyre gjatë kërkesave të tyre administrative në ndonjë institucion, domethënë kanë probleme byrokratike apo në lidhje me proceset administrative që ju duhen, më pas për probleme shëndetësore, kanë ndoshta ndonjë kërkesë që t'ju ndihmohet dikun në ndonjë spital apo në ndonjë klinik, më pas më së shumti çka ju intereson dhe të cilën ata e paraqisin si problem është edhe çështja e punësimit, hasin në probleme në lidhje me punësimin e tyre, shumica janë të punësuar, po ndoshta kanë probleme në punë, disa të tjerë u është premtuar ndoshta dhe nuk kanë arritur që të punëson. Këto janë ato tematikat të cilat i plasim. Ne tani jemi në opozit dhe natyrisht që jemi pak të marginalizuar në atë sa mund të ju ndihmojmë, mirë po, me këshilla, me instrukcione, e përmenda më parë që kam punuar kohë gjatë në administrat, ndoshta edhe disa procese i di më mirë, në aspektin si të aplikojnë ose si të ankimojnë ndonjë gjë, në atë formë ju ndihmoj pa hezitim. Na koje prašenja ќе бидете најповеќе посветена за време на преостанатиот мандат од 2,5 години? Зашто би сакали најповеќе да ве запаметат граѓаните и вашите гласачи на крај на вашиот мандат? Jo vetëm tani si deputete e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, po gjithmonë e kam pasur parim që në fillimet e mia në karrierë, ndoshta gati se pothuajse 30 vjeçare, një përvojë e punës, gjithmonë kam dashur të më mbajnë në mend se një njeri e cila ka qenë një person mjaft konstruktiv, një person që dua të arsyetoj besimin e tyre dhe detyrën e dhënë, të cilët ma kanë dhënë, si më parë, për shembull, institucionet shtetërore natyrisht se ti ndanë detyrat edhe i din cilat i ke detyra, po dhe tani besimin e popullit. Gjithmonë do të jem ajo që do të jem shumë transparente me qytetarët dhe do të mundohem sa më shumë që të jem në anën e
tyre duke kontribuar në mirëqenjen e qytetarëve, duke e vënë mirëqenjen e qytetarëve para mirëqenjes time.